Me kanë jetën lëmni këtu? Këtu jetën me 2 fëmijë. Me 2 fëmijë. Me punu së mëj, për me la fëmijë, me shpërla, me shpër shkollë, kajtë vedo. E çfarë moshe kanë fëmija? E madhe ka 19 vjetë, e vogël 8 vjetë, ka po që 2 vjetë. Apo mundesh me dala, jo? Shazove të me ndihmë, po më në mojnë, ka pak në zinja seja. Me punu së mëj. Më thonë, social nuk merë? Jo. Jo. S'marë social, edhe se le pare dhe të mive gjarë të e marë. Me që ato gjarë të tëre për e tani? Po e taj, po. Këtë mu qenë që ato, henë që ka, e bënë më nëhë me nalë, po së mëj. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit. Jemi në fshatin Rëvuq, komuna e Podujeves. Kemi ardhur me e vizitu një familje 4 anëtare. Po shkojmë Pjatrkasin derën, po shohim se si kanë gjendjen, po ndihmojmë dhe po shpresojmë që pas publikimit të videos se me dalën ndihmë e mos me haru. Hajde. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Mirëmëngjes. Si, a e mirë? Qa ban, si po kalon? Jo, mëjt, havla. Alhamdulillah, mirë, ka dalë zoti. Kena dalë një vizitu pak. Falemderit. Qyshe ki jam një ndërun? Lëmni Alushi. Lëmni Alushi. Sa vjet i ki? 41. 41. Me kanë jetën lëmni këtu? Këtu jetën me 2 fëmijë. Me 2 fëmijë. Ngruja më ka dek. A gujat pas ka vdek? Zoti më shiroft. Ka shumë falemderit. Që sa ku ka vdek? 2019. 2019. Të 6 vjet. Të 6 vjet. Me punu së mëj, për me la fëmijë, me shpërla, me shpër shkollë, kajtë vedo. E çfarë moshe kanë fëmija? E madhe ka 19 vjetë, e vogël 8 vjetë, ka po që 2 vjetë. 19 dhe 8? 8, po. Okej, do me thonë ti pas salon të vogël, kërën kom? Milionin e vogël më halon dhe të mojsh, të madhe 4 vjetë. Apo mundesh me dala, jo? Shazove të me ndihmë, po më në mojnë, ka pak në zinja seja. Me punu së mëj. A e konë të punu sa konë gruja gjallë? Po, kam gruja gjallë, kam punu, më përdi e shtë, kam një familje, një kam grau. Me hek, alhamdulillah, s'kom hek. Kështë me dekha jo, par vjetë kam punu e, pak që atje, 400 më nglesë, e ka po djolli ma. E ka më letra të shkollës, e ka më mlejtje bële. Pe kitë shtirë si vetë bobë, vetë nëmë? Po lojnë shtirë shumë. Me që shumë la zëtë, se pravo ka kanë të marë shtirë. A po me një farndime sociale, apo ndihmon dikush? Po në me mu ka pak shtë sociale, kam shumë letra së më kam pranua, ka mu më ka herë, ka i pak më bjenë. E bëjë këtë të se këna do, për së da më kam më arsyën, së më kanë shku socialit. Më thonë, a social nuk merë? Jo, së marë socialit, dhe se le pare dhe të mive gjarë dhe të e marë. Me që ato gjarë të tëre për e tani? Po e taj, po. Me i dore, me bukë? Po, alhamdulillah, ka pak. A ka pak vështërsi ka, po nuk ka pak keq. Fëmija që janë më shëndet, a janë mirë? Alhamdulillah, mirë janë. Unë edhe ka thonë edhe që shumë mirë si më falë. Qa ki? Unë të më asoj për nëjë, në ka bashke lëkere, në 2019 në Prishtinë kam të la asfalt, kam përnuat në të. Shumë dhe më honë punë në shka të roma e që zduo, për s'moj. S'moj për nëjë. Kështu apo të vizitën e kush me të ndihmu? Me vizitojnë ka pak, me vizitojnë. Shesmija ka pak e në vestë në dashamirë, të me vizitojnë ka pak. Shpija është e jo t'ja lëmne? Shpija është e jamja... Kur e ke bo këto? Këto më të ka marrë mu baba që pjesë, nga më shpjesë i pasë, këna ma pasë shumë, edhe plejë, shumë e këna pasë, të njëne kam bo se shpi, po shumë të fëtaft, shumë. Apo? Shumë në nëmë. Se të shumë atë, kolmin e ka kesh, me dolla steka kom shtirë në alë, se shumë është të fëtaft. A janë dytë në shkollë? Janë po dytë në shkollë. A kanë shkollën larga ofër dikun? Kanë për me, një 2 kilometre e 200 metra. E mami do në klasë 6, e do në klasë 2. E për shka keni nevoj ma shumë lëmne? Valla për në shpi, unë e bile ndë pare se i kom basë që me kam të buhe për Bajram, zinja, ja kam unë një mjështre. Po vitrat, ja kam unë një mjështre. Ma e di shpine, kom gërju pak që atë. Po ma shumë s'pa ka mundësi. A i mjeshtre e dem, bële dem ka thirë, sa ka mujtë me puna e se, ma ka një muaj sa ka pas mundësi. Uja keni këta? Uj po me kanë qelë të bunare, Kushta ka qelë bunarin? Komuna ka qelë, po. Zoti shpërbleft. Po me në shonë Allah i shpërbleft, po uj ka shkena bo, alhamdulillah këtë do. Dhe me thonë halin matë madhe keni përshpime, me i në mua, se ftaft. Shumë ftaft, shumë më bo. Edhe për gjona arshimore. Edhe për gjona arshimore, po.
Zoti. Po vjen mëna, Po e fin kaj kafe. stash na me. A mundesh të tomë na çel një herë? Nëmne? Se janë 300 euro nëmne, janë prej mergjimtarëve. Zoti shpërbleft. Amin. Faleminderit. Tomë inshallah. Shumë juve. Amin. Allah shpërbleft. Amin. Ja më skoj, hajde të qafin njërë të. Edhe në hongër me piju kena blej, e me emër të Allahut, kanë me dalë njerës me piju. Faleminderit. Me emër të Zotit. A dhe numin tanë për me telefonit, thuj. 0-4-4 5-3-1-8-3-4. Zotin ndihmoft. Herë me ana kalëzja gjanë në shpisë që shështë, të jafaj ushqimet të ndëri këtu. Mandej, kanë me të ndihmu me emër të Zotit. Që dhe Allah, a përshë? Në Allah këtë ujës, për zdo javë, për zdo të javë, ditë në nëgjërëse. Së në rejtë të për që shohon. Këtë ujë të që ato, e henë që ka, e bënë e më nëhë me nalë, për së pëmoj. E dhe ka, këtë vetëm me kanë falë Allahin. Hajde edhe ka kalëdhej. Shme në thëve që kom shilën e thëve thuj se këtë o qa o asish këtë. Shme, që qa. Këtë o qa, edhe këtu qa. Këtë. A do më të ku po flanë? Me flenë ma shumë që po flenë. Rëdhë. Shme edhe se ma ka qa rrëthërë. Shme në tonë atë edhe të henujtë. Shme edhe më bëjnë ko qa këtë. Edhe që kom pasikën edhe vëlle poku. Shme. Shme kësaj dhe më qa këtë një. A i kikë të këtë maqinën e Po maqinën atë i kam. frigoriteri po të bëna? Frigoriteri me vjetër e bënë, po me mohu bënë. Lo për tjeri? E më bëjnë lirë bënë, po dhe sa kom hindi, e në ditë e kom hindi, se ka mohu për dhe të. Po o në kushare më ka i disë. Dashë njerëz mi, edhe gjumë edhe historinë e Lumnis, është 41 vjeçar, gruaja ka vdek në 2019, edhe ka lanë dy jetim, Hajdarin edhe Arisin, kështu që ju ftoj me e ndihmu, janë në fshatin Rëvuq apo, komuna e Podujevës. Numri i telefonit është 044 531 834, është rruga Fisi i Hotit, shtëpia është numër 8. Ju ftoj me e ndihmu. Hajdari është 11 vjeçar apo? Edhe Arisi 8. Kështu që kërkesa e Lumnis këtë që me e rinovu shtëpinë për shkak që kanë ftoft. Edhe ju ftoj me ndihmu juve që ju flan zemra. E unë si gjithmonë ju falenderoj që vazhdoni me gëzuta njerëz, Zoti ju gëzoft, po ashtu ju kërkoj falje për shpinën që ja kanë kthyer, po e kam parën punës tash e 4 vitet që fëmijëve nuk ja qesën ftyrat për shkak që shpresojmë që kanë rrit edhe kanë me pas sukses në jetën e tyre. Unë ju falenderoj edhe ju dua shumë, Zoti ju rujt e Zoti ju gëzoft.